Përshëndetje. Ka kohë që kryeministri jonë përdor një gjuhë denigruese deri në kufijtë e pamundshmes. Dhe shohu i radhës ishte për ato familje të cilat vuajnë me njerëz të spektrit të autizmit. Unë e kuptoj që jemi në kohë fushatash dhe një shprehje aty këtu, një batut, pak vota më shumë, por që të luash me shtresa të marginalizuara, edhe për shkak të politikave tuaja të pista, zoti kryeministër, në rastin më të mirë do të ishte ignorancë, e në rastin më të keq do të ishte maskardik. Ju tashmë jeni si bëreve dhe i shihni njerëzit si bukurreca. Megjithatë, bëhet një hap gjoja për t'u lavdëruar që ishte një kërkim falje. Dhe thatë që termin autik e ngatruat me atë që çka kishte dëgjuar në kancelarit botërore, politically autistic, një tallje e radhës, sepse keni 12 vjet, keni pasur 12 vjet kohë për të treguar se ç'keni bërë ju për këto familje. Dhe dua t'ju kujtoj se kempi është qesharak 10.000 deri në 12.000 për këta fëmijë e për kujdestarët e tyre në shifra të paraafërta. Ndërkohë që vetëm një terapi e këtyre fëmijëve varion nga 3.000 deri në 3.500 lekë. I nderuar kryeshërtori i vendit tim, do bënit mirë që urgjentisht të ndronit politikat e qeverisjes suaj karshi këtyre shtresave të marginalizuara. Dhe njëkohësisht mos harroni se lutjet apo mallkimet e atyre prindërve që lodhen e roptohen çdo ditë 24 për 24 me ato fëmijë, ndoshta një ditë do t'ju bien mbi kokën tuaj e do t'ja u thyen kokën e do t'ja u thyen mirë. Mos harroni gjithashtu që mes tyre që është bërë kjo padrejti dhe Zotit nuk ka perde. Megjithatë, ti e ke treguar veten se kush je, edhe unë pak dua të merrem me ty, tashmë dua t'i bëj një thirrje vëllezërve dhe motrave të mia në besim, që sot në kohë fushatash të rinë ty për krah, apo dhe partive të tjera. Ju motrat edhe vëllezërit e mi besimit, me shami apo pa shami, me kollare apo me kostume, në pantallon të shkurtër apo të gjata. Hoxhallar, teolog, mësuesit tanë, do t'ju lutesha shumë që të distancoheshit urgjentisht nga kjo gjuhë fyese dhe tallëse dhe hipokrite e kryeshërtorit të vendit tim. Dhe ju lutem, këtë mos ta bëni vetëm me zemër, po me shkrime, me media vizive, e të shkruar, me televizione, kudo që t'jeni, për të treguar se jeni aty për shkak edhe të besimit tuaj e për të treguar në anën e kujt jeni. E nëse kryetari i partisë apo i partive ju hes paletat e juaja për kapteri, dijeni se Zoti ju vesh me gradat e generalit. Unë jam babai qyryk i një fëmije me autizëm, i një fëmije me kancer, edhe një fëmije që nuk dëgjon dhe që nuk flet. Dhe në emër të fëmijës tim, kam zgjedhur të mos hesht. Bëj edhe ti, sepse fëmija i radhës me autizëm mund t'jeti yti, e prindi i radhës mund t'jesh ti. Ju faleminderit e qofshin në amanetin e Zotit.